Bedri Hamza, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, përmes një letre i është drejtuar presidentit së vendit, kundër tjera thotë mosveprimi në këtë fazë në rrethana kur çështja është sqaruar përfundimisht nga gjykata kushtetuese, do të përbënte shkelje të rendit kushtetues dhe një precedent të rrezikshëm për funksionimin demokratik të institucionit. Për më tepër, kërkojmë që të respektohet edhe praktika deri tashme institucionale, sipas e cilës PDK ka pasur përfaqësim me 2 anëtar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pra është letra e liderit PDK-s zotërit Bedri Hamza. Baton, çka u ka ndodhur rreth presidentit? Pra Vjosa Osmani është në zyrën e presidentes. Mas nesër çtu në Zdia punohet e dilen, aty vjen Albulena Haxhiu. E para, Albin Kurti do ja marrë gjithë fuqinë Vjosa Osmanit për çfarë do negociate me partitë politike. Nuk e do të tashan në tavolinë si dikush që politikisht mund të merr poena ose mund të krijojë një faroli me pozitivitet para se të shkohet në zgjedhje. Parasysh se Vjosa nuk ka më mandat, mandati i saj është i kaluar, këto ditë që i ka mbetur, ajo mund të bëjë diçka që mund të lëshej, por edhe mund të shkoj pa u përshëndetur. Unë besoj që të hanën do kemi një lloj ballafaqimi ku presidenti do të jetë ftoft, kurse Albulena Haxhiu mitësore për të fituar, po themi, mirësinë e saj para publikut. Por kjo është procedurë dhe brenda procedurës njerëzit të zakonshëm shohin se kush ka faj. Dhe betejë është për njerëz të zakonshëm, jo për ne, dhe ne po mundohemi ta interpretojmë ndërmjetësit mes asaj se çfarë don pushteti dhe opozita dhe çfarë presin njerëzit. Dhe unë besoj që në gjithë këtë histori deshëm apo ne nuk deshëm do t'ja japim peshën një njeriu që vendos për president, Albin Kurti. Albin do të thotë s'po don me vendos. Jo, peshën. Okay. Ja, peshën gjatë këtij procesi që janë diku rreth 20 e sa ditë. Pse japet pesha atij? Parasysh se ka vetëm një zgjedhje, ajo zgjedhje një marrëveshje me Partinë Demokratike dhe nuk ka mundësi tjetër. E para, nëse analizojmë se çfarë do të ndodhë prej të hanës, unë besoj që nga martja 2 role të jenë. Vjosa Osmani se ka e ka orientimin, te lista apo te LDK-ja, dhe te Albulena Haxhiu, e cila e fillon ditën e martë ose të mërkur me rolin e saj të ushtruesit detyrat të presidentit. Dhe te kjo e dyta, do shohim a do ta marr rolin e vet si presidentit që do e jep fuqia Albin Kurti dhe vetëvendosjes, ku ja mund të merr vendime edhe pse se ka të drejtë ta bëjë ato. Parasysh se ka kohë që Albin Kurti së respekton Kushtetutën e Kosovës, ose një herë shkel, pastaj e pranon shkeljen dhe nuk ka pasojë. Dhe frika ime është që Albulena Haxhiu mund të bëjë gjëra të cilat do të na vendosin në një pozitë kur do ta interpretojë gjykata kushtetuese secilin veprim. Çfarë mundet me bëu? Dhe kur ti interpreton gjykata kushtetuese secilin veprim, atëherë ku e dim na kur do mbahen zgjedhjet? Apo kupton se 34 është i po limit? Apo që aty është saru? Jo, Edhe unë jam me vatonin këtë pikë, nuk jam i sigurt. 34 është e ka limitin që duhet bëhet zgjedhje. Pas 34 nëse nuk zgjedhet presidenti. 45. Jo, kjo është për presidentin. Nëse nuk zgjedhet presidenti, shkon direkt në zgjedhje. Por ku ta dim na çfarë situata krijohen që i çojnë gjykatës kushtetuese për të interpretuar dhe procesi mos nalet në ditën e 34. Ja, nalet, se interpretim. Veç nuk cakton mos përkohshme edhe procesi është kur të kthehet përgjigja kthehet. Nuk po them asgjë. Nëse saktohet mos e përkohshme, ka të shojnë kërkesa në gjykatë kushtetuese. Tentimet kanë me kërkesa për Nenad Rashiqi nga gjykatë kushtetuese tek masi u majtën zgjedhjet e krejt. Po. Kështu që nëse nuk cakton mos përkohshme,
Atëherë nuk e di çfarë situata mund të provojnë. Qëre, vetëm një gjë që Ilere ka mësuar... është e vërtet... sa përfundoj ka një folë sa dush. është e vërtet, do me da plëtsu që to, se senat i bo debat, batan, mosu sikletav. Jo, bes po sikletav. Desha me da plëtsu. Kur menojnë atë që shko mu stilë vetë vendosja, do të me menu mënyrat ma të erta, ma të pakuptimta, ma jo logjike që i veprojnë ata. Unë menoj diçka, Elir, që vetë vendosja një gjë e ka mbranda fuqisë vetë politike. E aftë për ndërtuar skenare që nuk parashikohen ose nuk i mendon njeriu normal. Ka që është kjo. Dhe ato skenare dhe strategji, realisht ata kanë aftësi t'i bojnë. Po gjithë kushto që aftësi, nëse e vendos, mos me respektu ligjin e kushtetutën, se cili ka mundësi me bo, që si obskurantizma. Jo, po dhe? Problemi është që dikush ka ndërgjegje, me thot, i vje marrë pak. Dhe janë disa parametra kur njeriu shkon për me shkel kushtetutën ose ligjin. Na e kemi vërtetu që asë njërën asë tjetër nuk e kanë. Dhe kur ti e ndërton strategjin këta vjedhën sa mujnë, për devijuar gjithçka normalisht që pastaj unë e pres. Duken be që janë kështu. Dhe këtë në fund bindjen e kam që e kam bindjen. Që nuk do të kem, në fund nuk do të kemi president. Do të kemi zgjedhje. Nëse nuk do të diçka tjetër. Që të me dramacitet. Po, drama është kjo. Nëse kështë thonë, do të kemi president, që nuk do të kemi, ajo gjosë të më të Se një në do të kemi, sa sa i rrugim të shkojmë. Amo, Batoni tha një diçka që duke që komë në prit një fazë. Unë menova që do të kemë për ta njëtën. Pavarësisht si i ndërhyre, që him me një fazë ku pit honës, loja luhet ndryshe, për shkak se tashmë Albin Kurti ka edhe njërin në saj, Albirena Haxhiu në presidencë, edhe gjasat janë që do të kemi një taktik të krejt tjetër të lojës, për shkak se e ka kuvendin, e ka qeverinë, e ka presidencën, cilën mundën me lujtë me tjera. Një fjallire. Na ka kohë që kemi konstatuar që nuk do të ketë president dhe Albirena Haxhiu do të jetë ushtruese detyrës. Edhe pa pas kuvend. Edhe pa pas kuvend. Edhe në tentativën për të bërë president. Kështu që na kemi hyrë në lojën e tyre dhe e kemi zbulu kuptimin se çfarë dojnë ata. Realisht. Në interpretim, kaq. Po, unë besoj që tash krejt lufta edhe energjia e vetëvendosjes ka me shku në ndërtimin e PR-it edhe me i fajsu partit tjera edhe për një